Ju duket normale? Ju duket normal ju dikush që ju thot do ta bëjmë madhështore? Si do ta bëjmë madhështore? Çfarë do bëjmë madhështore? Në Shqipërinë ne nuk kemi nevojë ta bëjmë madhështore, se dukemi shumë qesharak kur e themi. Imagjino një të huaj që ti thuash Shqipëria do bëhet madhështore, thot ti ku është spitali më i afërt që të shkoj të marrë një qetësues? Ne Shqipërinë do ta bëjmë antare të BE-s. Kaq? Se pastaj gjëja bëhet edhe më qesharake. Shkojnë në Peqin, thonë do bëjmë Peqinin madhështor. Do bëjmë Mamurasin madhështor. Do bëjmë Pukën madhështore, do bëjmë Maliqin madhështor. Pastaj do vinë këtu në Alidem, do bëjmë Alidemin madhështor, do shkojmë pastaj në Sharr, do bëjmë Sharrën madhështor. Histori komplet qesharake. Ndërkohë që historia jonë sot është shumë e thjeshtë. Ne na duhet të jemi të bashkuar, dhe na duhet të shohim drejt, dhe na duhet të mbyllim negociatat e antarësimit. Tani, për ju thash